Në këtë intervistë të shkurtër do të hedhim dritë për disa segmente detaje shumë të rëndësishme të babait tuaj, i cili ishte piktori i popullit Guri Madhi me vepra shumë të mëdha në pikturën shqiptare. Dhe pikërisht do ta nisim këtë intervistë me ju me faktin që ju keni hedhur një dorëshkrim ku pasqyroni detaje nga jeta e piktorit popullit Guri Madhi, babait tuaj. Kur ka nisur të hidhet ky dorëshkrim nga ana juaj? Po, le të themi fillimet e para kanë qenë menjëherë mbas largimit ti nga jeta, dhe kjo ka qenë një gjë shumë e mirë që kam bërë, sepse koha bën edhe haresat që mund të ndodhin. Dhe vit mas viti pasaj, sidomos mbas vitit 1994, pra, vazhdova një punë intensive, relativisht, duke mbështetur në prova, në fakte, në dëshmi të shumë miqve ti, të piktorëve, kolegëve, dhe jam përpjekur të paraqes jetën e tij me shumë aspekte. Gjatë procesit të shkrimit kam patur vështirësi, sidomos për pjesë, le të themi, që lidheshin me gjëra të veçanta të jetës së çdo njeriu, edhe intime. Po u bëra i fortë dhe kam shkruar një pjesë me dëshmitë që kam patur gjithmonë. Duhet patur parasysh fakti që unë pothuaj 30 vjet jetës i kalova me të, pothuaj se çdo ditë bashkë, kështu që e kisha parasysh jetën e tij, pra që nga viti 65 dhe deri në 88 që ai u largu nga jeta, pra isha vetë dëshmitar i shumë ngjarjeve që ndodhen në jetën e tij, qoftë nga pikpamja, sidomos nga pikpamja artistike. Kryesisht pandi këto të dhëna që merrni ju janë burimore të bashkozëve të piktorit popullit? Bashkozëve, gjithmonë. Bashkozëve ose edhe dokumenta shkresore. Kam marrë dhe në arkivin e shtetit, por edhe në dokumenta tjera që edhe më janë dhënë nga miq të mi që kanë hasur dokumenta që lidhen me veprën, me jetën e Guri Madhit. Të gjitha këto unë i kam përmbledhur në këtë shkrim që për fat të keq është e vështirë ta mbarosh. Për arsye se çdo kohë dalin fakte të reja. Ashtu siç më ndodhi edhe para pak muajsh, që rastësisht në internet pash një kinoditar të Kinostudios Shqipëria e Re të vitit 1967, ku bëj fjalë për një ekspozit të hapur në Korrik të atij viti në Tiranë. Unë mbajtja mend diçka, po është ndryshe, mbajtja mend me atë provën që e ke të filmuar, është një filmim 1 minutë e pak sekonda, dhe ku flitej qartë që ishte ekspozit personale dhe aty ishin shumë vepra të Guri Madh, një pjesë e cilave dhe nuk i dim se ku janë, për fat keq. Po, një aspekt i rëndësishëm i provave fakteve tuaj, me sa më thatë një bisedë paraprake pandi, janë edhe librat e përshtypjeve kur organizohet një ekspozit të pikture, apo jo? Ne, për fat mirë, edhe në ekspozit në fundit të vitit 1987, kemi ruajtur librat e përshtypjes të ekspozitës, e them shumë se kanë qenë disa libra, njëri prej tyre u zhduk me njerë 2-3 ditë mbas hapjes së ekspozitës së fundit të personale, kur jetonte në 1987. Por interesante ishte një fakt tjetër që në vitin 1967, para se të hapte ekspozitën që sa po thash në Tiranë, ai ka hapur një ekspozit në Gjirokastër. Po. Dhe aty është ndihmuar shumë nga një mik i tij, Vaso Lili, i cili kishte ruajtur librin e përshtypjes të ekspozitës. Dhe janë rreth 50 përshtypje, që është një dokument i plot që vërteton që është hapur ekspozita dhe për arsye se dokumentat e fotot të ekspozitës nuk ka, vetë koha e teshme ishin çike vështirë. Por që është një dëshmi e fortë që dhe aty shikojmë edhe përmbajtjen e ekspozitës, cilat vepra kanë bërë pjesë dhe patjetër që puna bëhet më e lehtë pastaj. E kuptoj. Pandi të vijojmë në pyetjen e radhës. Piktori i popullit Guri Madhi, si çdo artist, jetonte jashtë realitetit në Shqipërinë komuniste. Por kur e mori ai ndëshkimin e parë, e kemi fjalën për përjashtimin nga radhët si antar i partisë. Si e përballoi këtë moment?
Jeta e tij ka patur peripecitë e veta dhe mbas kthimit nga universiteti, nga Akademia e Shën Peterburgut, ai u sistemua me punë në Tiranë. Në 1960 ishte një nga 3 themeluesit e Akademisë së Arteve, pra pjesa e Fakultetit të Arteve, por në këtë kohë filluan edhe çik problemet për të. Ndoshta edhe ai vetë nuk e përballoi dot situatën kur erdhi në Shqipëri, pra unë jam përpjekur, jo vetëm unë, po bashkë me miq të tjerë që të analizojmë këtë pjesën e mos të qenit i përgatitur për situatën që ai do përballej në Shqipëri, me ato kufizime të mëdha, me ambientin që nuk ishte edhe shumë dashamirës. Ai u përpoj që të bëjë një ndryshim në artin shqiptar, siç thonë dhe kritika, dhe me sa duket këtu ai u ballafaqua me problemet e para. Plus edhe vështirësi tjera sepse ai që ju e përmendët, ai jetonte pak jashtë realitetit të asaj kohe. Tani që e kujtoj dhe shikoj edhe dokumentat, e vërtetoj këtë fakt që ai me sa duket e pati shumë vështirë përshtatjen me atë që ndodhte në Shqipëri, në atë sistem që ishte. Dhe kështu që në fillim të viteve 60, në vitin 1962 mori një goditje të parë. Ai ishte antar i Partisë Komuniste të punës, si quhej, që në vitin 1948, dhe pastaj goditjen përfundimtare mori në vitin 1967, në mars të atij viti, ku ai u përjashtua përfundimisht nga partia për disa motive të rënda. Ishte një nga këto ishte mos pjesëmarrja në vlerë e organizatës partisë, por dhe të tjera arsye, të cilat e çuan deri në këtë vendim që mori organizata e partisë të Korpusit Gjirokastës, ku ai kishte shkuar atje në kuadër të luftës kundër burokratizmit që ishte në vitet 66-68. Po. Pra ishte një situatë shumë e rëndë për të, edhe për ne familjarët, nuk që e lehtë, se në atë kohë përjashtimi nga partia mund shkonte shumë më thellë. Mirë, po unë jam habitur pikërisht që përjashtimi i tij nga partia lidhet edhe me faktin tjetër, që ai menjëherë një muaj mbas përjashtimit nga partia ka bërë ekspozit po në Gjirokastër personale, dhe më pas 2 muaj tjerë hap ekspozit tjetër në Tiranë, po personale. Pra, mendoni ky artist se si e përballoi përjashtimin e tij nga partia, duke hapur 2 ekspozita. Me optimizëm, pra. Tani përfundimet, kjo është. Edhe vetet ato, ai filmimi i Kino Studios tregon një njerëz shumë i qetë. Bile është një moment atje që u shpjegon edhe fëmijëve rreth veprave të tij. Dhe jeta e tij pastaj kjo periudhë e viteve 60-70 ka qenë e vështirë. Një vit ngeli pa punë, për arsye se menjëherë mbas përjashtimit nga partia i kthyen në Tiranë, e braktisi punën në Gjirokastër dhe ndeti një vit pa punë. Më pas ai nga drejtuesit e artit të atyre viteve u sistemua në mjetet mësimore një ndërmarrje në Tiranë, që aty ishte ngarkuar të bënte parulla dhe pjesë ilustruese të mësimeve në shkollat, veçanërisht shkollat e 8-vjeçare të asaj kohe. Po. Ndërsa një segment shumë i fortë në jetën e piktorit të popullit Guri Madhi është edhe marrja e titullit piktori i popullit, që ndodhi në vitin 1976. Edhe ky është një, le të themi, një absurd tjetër. Është i vetmi artist në Shqipëri përjashtuar nga partia që ka marrë drejt për drejt titullin e më të lartë, që ishte në atë kohë artisti i popullit. Mbas vitit 1972, jeta e Guri Madhi ndryshoi, për arsye sepse ai u angazhua në disa realizime veprash të mëdha, siç ishte për shembull ndarja e tapive, një kompozim shumë i madh që u vendos në sallën e presidencës sotme, që atëherë ka qenë presidiumi i Kuvendit Popullor quhej. Dhe qëndrimi edhe i zyrtar ndaj Guri Madhit ishte pozitiv më pas, pavarësisht faktit që ai ishte i përjashtuar nga partia dhe që nuk u fut më në
nuk u rifut në Partinë Komuniste, derisa ndroi jetë. Dhe erdhi momenti që në vitin 1976 i jepet drejt për drejt titulli i artistit popullit, pa kaluar atë gradën e artistit merituar, siç ishte atëherë, që do të merrnin përpara artisti merituar dhe pastaj po. Dhe ishte i pari artisti i popullit i gjallë piktor që jepe ky titull i lartë. Dhe kuptohet që është rast unikal që në historinë e sistemit kaluar që një i përjashtuar nga partia, të jepet një vlerësim kaq i lartë siç ishte edhe artisti i popullit. Në këto rrethana jeta ati normalizua, pavarësisht që ato sulmet ndaj veprës ti nuk u rreshtën asnjëherë deri në fund të jetës tij, por që ai përballonte me shumë qetësi pastaj. Ndoqi le të themi atë që ai e quante pastaj në vitet e fundit piktura për vete. Pra u mbyll në studio, bëri pikturën për vete dhe të cilën pastaj e prezantoi në ekspozitën e vitit 1987, e cila u hap në Pallatin e Kulturës Tiranë, aty ku sot është një nga sallat e Bibliotekës Kombëtare, por që solli një frym të re në artin shqiptar. Ishte komplet një gur i madh i tjetër. Pra ishin krimtaria e viteve të fundit, ishte krimtaria e cila ishte përtej realizmit socialist, bëj fjalë për ekspresionizëm, për fovizëm, pra atë stil që ai e kishte pasur dëshirë edhe më parë në jetën e tij. Pandi, në pyetjen e radhës se interesohem të di se kur do të finalizohet me botimin e libri ky dorëshkrim që keni nisur prej vitesh. Ndoshta do ta nxjerr pjesë, sepse është një punë që nuk mbaron kurrë. Dhe fakti që her pas here dalin dokumenta të reja ma bën të vështirë që të them që do mbaroj sot apo mbas një viti. Megjithatë, e rëndësishme është që unë kam shkruar dhe arsye që kam shkruar lidhet edhe me faktin se në një kohë tjetër që dikush mund të interesohet për jetën private, le ta quajmë Gurimallit. Dhe mua më takoi, mora le të themi përgjegjësinë për ta shkruar atë dhe për të lënë një dokument autentik dhe besoj se do jetë edhe i vlefshëm për çdo që do të kërkoj të njihet më thellë me jetën e tij. Po. Edhe së fundi Pandi, sa të angazhuar janë dhe gjenerata e re, pra fëmijët tuaj, nipit, mbesat tuaj, për të promovuar veprën e gjyshit të tyre, piktorit popullit Gurimalli. Ne kemi një gjeneratën e re, kemi të mirë, të fuqishme, shumë të angazhuar për gjyshin e tyre, bile edhe kemi edhe grupin që kemi e quajmë gjyshi ynë, pra janë tërësisht angazhuar në të gjitha aktivitetet artistike që bëhen, janë të përfshirë, dhe kanë kuptuar që vepra e gjyshit tyre ka një vlerë të caktuar. Vepra e piktorit të popullit Gurimalli pati një ehon në ekspozitën e çelur në Dortmund të Gjermanisë në majin e vitit 2024, ku vepra e tij u ekspozua për krah veprave të Picassos, Salvador Dalis, Miro, Sigmar Polke, Dejneka, René Magritte e shumë piktorë të famshëm që përbën sukses të rëndësishëm për artin shqiptar. Pra ishte një ekspozitë e cila u organizua në kuadër të Kampionatit Evropian të futbollit në Muzeun e Futbollit Gjerman në Dortmund, ekspozita e cila u hap në 27 maj të vitit kaluar dhe u mbyll në 5 janar të këtij viti. Ishte një instalacion gjigant që zgjaste 50 minuta dhe unë bashkë me disa nga gjenerata e re pata fatin e madh që isha në ceremoninë e hapjes të kësaj ekspozite të ftuar nga Palët Gjermane. Pra ishte një emocion shumë i madh për ne, për artistin është arritet më të mëdha, jo vetëm për të, por edhe për artin shqiptar. Një vepër, një piktori shqiptar që ekspozohet për krah këtyre artistëve të mëdhenj që ju i përmendët, dhe këto ishin 175 vepra të 100 artistëve, të cilët ishin emra më të njohur të artit botëror, të gjitha kohërat, dhe ishin të 100 vjeçarit fundit, shekullit 20. E para, e dyta ishte se këto ishin gjitha piktura moderniste, nuk ishin piktura që i përkishin një stili të tejkaluar, po konsideroheshin gjitha moderniste, dhe që kishin për temë futbollin. Pra ishin gjithë element që
Muzeu Gjerman i Futbollit kishin vite që punonin, patjetër me mbështetjen e shtetit gjerman, dhe ekspozita pati një sukses shumë të madh, por vëmendje të veçantë mori dhe piktura e Gurimadit kur nuk shkojnë në stadium. Është kjo pikturë që kemi në të djathën tonë. Dhe tifozët që shikojnë ndeshjen dhe aty janë tifozë të skuadrave ndryshme, dhe ky është një mesazh shumë i madh dhe këtu ishte edhe një nga sukseset e këtij kompozimi, që mesazhi që transmetonte, pra që ne jemi tifozë të ndryshëm, por ne jemi bashk. Ne nuk kemi armiq me njëri tjetrin. Që është aq shumë i rëndësishëm edhe për situatën që kalohet sot për fushat e futbollit në stadiume. Dhe pati vërtet një publicitet shumë të gjerë, është publikuar në shumë gazeta, është analizuar dhe na dha një kënaqësi shumë të veçantë, siç të thash, ne ishim në ceremoninë e hapjes dhe aty krahas Picassos, krahas disa emrave, u përmend dhe emri Gurimadit. Po, dhe së fundi pandi, cilët ishin personalitetet që e vizituan të ekspozitë në majën e 2024-s? Aty ishin, mund t'ju them... Edhe nga vendi, po edhe nga Europa. Nga Europa ishin delegacione nga shumë vende. Mos harrojmë që ishte kampionati evropian dhe aty, le të themi, e bënin këtë vizitë të gjitha delegacionet që ishin pjesëmarrëse në kampionat. Përveç kësaj ishin pothuajse e gjithë qeveria gjermane ishin në ceremoninë e hapjes. Një ceremoni që kishte mbi 500 vetë. Por që ishte një realizim i pa imagjinueshëm, do është vështirë ta përshkruash,